Mirë dhe përshëndetje miq të Partizanit që me këto pambe të dërvës drejta këtu nga Elbasan Arena pritet të fillojë sfida e play-offit mes Partizanit Turbinës së Cerrikut, një sfidë mjaft e rëndësishme për objektivat e Partizanit B, pra skuadra drejtuar nga Ronaldo Kalari sot do të kërkojë, do synojë me patjetër një biletë në kategorinë e dytë, aty ku është objektivi sezonal i kësaj skuadre e cila u përfaqësua dinjësisht le të themi në kampionat, pavarësisht se mund ta kishim arritur më herët të kualifikimit, por pas fitores ndaj Alpetrol Patos, pra me rezultatin 3-0 disa ditë më parë në fushën e Vorës, sot jemi në një tjetër fushë mjaft të bukur në tapetin e gjelbër të Elbasan Arenës. Kemi përballë skuadrën Cerrikse, e cila sot vjen me këtë formacion drejtuar nga Çutra, pra Gjynjet Çutra në portë Toromani, pastaj me numër 2 Merka, me numër 13 Amos, me numër 14 Ageja, me numër 16 Matias, me numër 17 Gjika, me numër 18 Arbana, me numër 19 Vrenozi, me numër 20 Dimitri, me numër 21 Gjoka, me numër 22 Male. Partizani, pra i drejtuar nga Ronaldo Kalari dhe asistuar nga Regjino Tafalla, vjen në këtë formacion. Në portë me numër 1 Almuca, me numër 3 Sulo, me numër 4 Njanjeva, me numër 6 Gjuzi, me numër 7 Ndreja, me numër 12 Contreras, me numër 13 kapiteni i skuadrës Kokomani, me numër 14 Jata, me numër 16 Dogo Mitongo, me numër 18 Gjeci, me numër 21 Mando. Pra ky është formacioni i skuadrës kuqe Partizanit B, pra ndërsa takimi do drejtohet nga kryesori Shahini, asistuar nga Mersinasi, Timiraku, Koçi Çela dhe delegat Kello. E gjithçka bëhet gati me të dyja skuadrat që po kryen dhe foton e çastit. E me sa duket janë ndarë pra dhe trajtimi i fushave, por gjithashtu dhe se kush tani stopin i pari. Por më parë do të mbahet 1 minutë heshtje në ndërim të djaloshit të Hajdarit, pra shpirtin e paqe Bledar Hajdari, lojtari i AFD-it, i cili në moshë 28 vjeçare humbi ndjenjat duke rënë në fushë, por shpresojmë që mos kemi të tilla ngjarje momente në futboll. E gjithçka bëhet gati, nis me topin e parë nga Cerrikasit është Amos. Niset pra sot sfida play-offit mes Partizanit B dhe Turbinës. Skuadra e Cerrikut, pra Turbinës, e cila nuk arrit dot të siguronte një bilet përballë Gramshit në një sfidë të luftuar, sfidë e zhvilluar plot 120 minuta, ndërsa Partizani B arriti deri në këtë pikë pas fitores, pra siç e përmenda pak çast më parë, ndaj Alpetrolit, teksa shënuan Ndrejaj, Gudjufi dhe Sterling. Mintongo provon edhe një herë Partizani, që në këto sekonde parë kërkon ta nis me sulm skuadra kuqe, e cila si sa më ka zhvilluar një sezon të suksesshëm, fantastik, por do të themi që merit të madhe kanë edhe drejtuesit, duke filluar nga Ronaldo Kalari, trajneri i skuadrës, por gjithashtu dhe baza e kësaj skuadre, lojtarë që kanë kontribuar jo vetëm për Partizanin B, por kanë qenë pjesë edhe e grup moshe, por e skuadrës parë. Nuk mund të harrojmë, pra, duke filluar nga Marcelo Gjuzi, Kokomani, Contreras, Jata, gjithashtu dhe Mintongo, pa haruar ndonjë lojtar tjetër, por vërtet të djem kanë zhvilluar, kanë sakrifikuar minuta për të shkëlqyer mundësi. Jata provon, nuk e merr siç duhet, më pas Mintongo, goditja shkon mbi tra e rrezikshme skuadra Partizanit B në këto çaste, teksa provoi me një të djathtë potente, por shumë larg kuadratit, Josef Mintongo. Pra gjithashtu dhe Mintongo, i cili sapo përmenda ka zhvilluar këtë sezon plot
12, pra ky është takimi 12 me fanellën e Partizanit B, ka shnuar një gol, ndërsa ka qenë pjesë edhe e skuadrës parë në 3 takime. Por nuk mund të harrojmë edhe 5 takime të zhvilluar me skuadrën 9 takime, ndjes, 9 takime skuadrën e 9 vjeçar. Pra shikoni një lojtar ku do ndodhi, një lojtar që kontribon dhe ndihmon skuadrën, por teksa po flisim në këtë çast për Mintongon, një përplasje dhe një dëmtime që me sa duket rezulton në shumë i rënd për Denis Sulo në mbrojtësit të krahut të Majt, dhe Denis Sulo që nuk e përmenda pak çastin parë, por vërtet dhe Denis Sulo një lojtar shumë i rëndësishëm, 9 vjeçar, gjithashtu dhe ai ka qenë një element shumë i rëndësishëm, teksa është bashkuar dhe skuadrës parë, por ka qenë edhe kontribues tek 9 vjeçarët. Shpresojmë asgjë serioze për Denis Sulon, i cili vazhdon të ketë pranë 3 mjekët, pra vjen në ndihmë dhe mjeku i skuadrës së Turbinës, por gjithashtu dhe përfaqësuesi i ambulancës, mjeku i ambulancës, pra bashkë me mjekun e skuadrës Partizanit, Kevin Beqiraj. Të gjitha sinjalizimet që janë bërë drejt pankinës është kërkuar një zëvendësim i menjëhershëm. Pra sot në këtë ditë të dielmi mot mjaft të bukur, po zhvillohet dhe kjo finale, por në Tiranë, pra në sfidën e javës 25 tek 9 vjeçarët, skuadra e Fatjon Mehmetit, pra ndjes Fatjon Mehmetit arriti një fitore mjaft të rëndësishme, teksa mposhti Apollonin me rezultatin 6-1 për javën e parafundit të kampionatit. Tashmë i drejtohemi finales së këtij kompeticioni të 9 vjeçarë, por po flasim për skuadrën e Fatjon Mehmetit që do të drejtohet koçës për zhvilluar sfidën e fundit në një duel ku skuadra e kuqe do synoj vetëm fitoren, pasi çdo rezultat tjetër i jep të drejtë koçarëve për të festuar titullin kampion. Një kampionat i cili është rivalizuar fort nga të dyja skuadrat, pra Partizani Skënderbeu që her pas herë ka ndëruar vendin e parë dhe vendin e dytë, me skuadrën e kuqe që nisi mirë kampionati, por pësoi një, le të themi, një disekolibër ose një rënje duke i dhënë mundësi Skënderbeut të mbante për një kohë të gjatë vendin e parë. U rikthyem sërish në vendin e parë, por e humbëm në Shkodër në javën që lan pas, pra në Shkodër ndaj Vllaznisë, e cila nuk kishte asnjë objektiv, por luajti zhvilloi një sfidë të luftuar duke, le të themi, në gjuhën sportive, duke i prishur punë Partizani, i cili po shijonte vendin e parë prej më shumë se 5 javësh nga fundi. E ndërsa luhet minuta e 6, të gjithë janë aty pranë Denis Sulos, i cili vazhdon të jetë në përkujdesin e stafit mjekësor, por të gjithë me sytë dhe mendjen tek djaloshi, shfaqet në nxemje dhe Osman Lari, Ante Osman Lari, që më shumë si do të marrë vendin e Denis Sulos, për shkak se ky fundit do të ketë të vështirë të rikthehet në fushë. I shoqëruar nga asistenti i parë, është ngritur në këmbë Denis Sulo, i cili
dukshëm shfaq dhimbje dhe shqetësim e krau i djathtë. Mes dy rodokidjeve i drejtohet dhomët të zhveshje, por me shumë mundësi do të braktisë edhe stadiumin për të marrë një përkujdesje më të mirë drejt spitalit, ndërsa numri 17 pra Anteo Smallari bëhet gati pranë vijës ansore për të hyrë në fushë. Por shikojmë pasi zëvendësimi nuk do kryet për një moment për shkak se një mungesë të tabelës elektronike, por kjo është një vërtet rast i çuditshëm, teksa në këtë kompeticion është kërkuar pra të respektohet zëvendësimi edhe në mungesë pra të një tabele, teksa në javën e shkuar nuk është dashur. Gjithsesi e ka vlerësuar në këtë mënyrë pra delegati, duke lënë Partizanin të vijojë sfidën me 10 lojtarë derisa të gjetë një zgjidhje për të shkëputur mundësi. Gjet si e godet larg mbi traun e portës Toromanit, por në zonë priste dhe Contreras, i cili e ndoqi deri në fund aksionin, këmbguljen, e ndërsa vijon të kërkoi llogari Renaldo Kalari për këtë çast, për këtë moment. Pasi Partizani prej disa minutash po vijon të luajë me një lojtar më pak. Shikojmë Gjeci, Ndrejaj, prej ke fundit është Matias, shkon Gjuzi, por rivinansori për këtë Partizanit, luhet minuta 10. Skuadra kuqe është këmbgulse, kërkuese. Është Marcelo Gjuzi që provon zonën. Ka pranë Gjetsin, por e dërgon te Contreras. Jata, këmbgul. Lojtari nga Gambia. Njanjeva. Edhe njërë Mintongo te Kokomani. E kalon pas tek Almucha, i cili ka braktisur portën për të lidhur skuadrën për të ardhur në ndihmë. Le të themi Partizanit për të u vendosur në një blok të shpejt që me 3 linjat, momentalisht Mintongo, Kokomani dhe Njanjeva për përbërjen një mundësi rreziku. Le të shkojmë Contreras, goditja Toromani ndërhyn sërish Diego Contreras në zonë. E kalon tek Ndreja, gjithmonë Ndreja, goditja, nëse ishte një goditje, një krosim, por pak rëndësi ka tashmë top që shkon në fundore, i përket goditje këndi për Partizanin. Është minuta 11, skuadra kuqe o do provoj tashmë nga krau i djathtë i këndorës me anë të Kokomanit me qetësi, por shikojmë tek pankina nuk lejohet të kryet zëvendësimi. E në këto qaste teksa Partizani vijon të luaj me 10 lojtar, pra me një lojtar më pak, skuadra kuqe. Gjithsesi e ne Kokomani bëhet gati të ekzekutoj këtë goditje. Këndi Njanjeva. Jata, këmbgul Jata. Provon zonën. Nuk arrin dot, humbet ekuilibrin. Ka një prendim të lehtë, por sipas gjyqtarit shumë pranë aty, nuk ka asgjë serioze. Rivinansore tashmë i përket Turbinës. Dimitri. Dërën
Jeta për një çast tashmë ka Andrejaj. Gjithmonë Fernando Andrejaj. Rivini ansore për Partizanin. Me qëtësie merr aty Mandu. I cili nuk ka një pikë pasimi pranë, por më shumë si do provohet zona aty ku është Contreras, i cili e prek lehtësisht se mundohet ta largojë në një farë mënyre Gjika. Mintongo. Gjithmonë Mintongo, një cross në sigur kohë të Mando, nuk arrin dot për një çast Merkaj e shkelmon drejt zonës së Kokomanit. Sërish kapiteni Almucha. Po mbyllet minuta 13, është do në skuadrë kuq të jetë një lojtar më pak. Pasi në mungesë një tabelë elektronike nuk është lejuar të kryet zëvendësimi. Tashmë provon në Mando, ndërhyn aty Merkaj në goditje këndje dyta për skuadrën e kuqe. Edhe njëherë Muanat Mando do shkojë tek këndorja e majt, por më parë do të shikojmë gjendjen e Merkaj që ngrihet nga dala zjo serioze. Mando. Le të shikojmë çfarë sjell kjo goditje këndi, teksa shpesh kemi parë dhe skema me pasimet të dyta. Është Kokomani, Mando, krosimi, Jata, topi shkon në rjetë, 1-0, Partizani bëgjen golin, është minuta 14 dhe Jata dërgon topin në rjetë. Lojtari nga Gambia pra, zhbllokohet sfida këtu në Elbasan Arena. Një gol fantastik, një ekzekutim perfekt i Jatës, por gjithçka në detaj pra nga nisja e këndores, një skemë e bërë më parë, e provuar e tashmë rezulton mjaft pozitive në sfidën më të rëndësishme të sezonit, në sfidën ndaj Turbinës në këtë play-off, pra 1-0. Ndërsa lehnë janë në festën trajneri i skuadrës Renato Kalari, i cili kërkon edhe llogari ndaj drejtuesve të kësaj sfide, pra delegatëve dhe gjyqtarëve, për shkak të këtij momenti, teksa nuk lejohet të kryhet zëvendësimi në sfidën e parë, nuk u kërkua kjo gjë. Ne mirë kuptojmë situatën, por nuk mund të vazhdojë kështu, do të gjetë një zgjedhje pasi është përfundimi minutës 15 dhe prej më shumë se 7 minutash deri këto çaste Partizani vuan mungesën e një lojtari, pra Denis Sulo nuk arrit do të vazhdonte me tutje për shkak të dëmtimit në krahun e djathtë, që nga momenti kur Denis Sulo la fushën, Partizani vazhdon të jetë një lojtar më pak, por ky moment ka sjellë golin në skuadra e kuqe që ka zhvilluar minuta të mira, ka një pretendim për një top të prekur me dorë, por nuk ka asgjë sipas gjyqtarit Shahini, mbyll gjithçka Jata. Contreras shikon tek Andrejaj, në krahun djathtë ka shumë hapësira dhe Gjuzi mund të niset. Marcelo Gjuzi e ka në kontroll gjithmonë Gjuzi. Le të shikojmë përballë ka Arbanin. Një lëvizje lehtë, një pas në tunel, por nuk arrin dot gjetë si të rikthej atë reston për të provuar një aksion të rrezikshëm. Tashmë mund provoj aty Dimitri. Mbyllet Kokomani. Malaj në vështirësi. Ishte Gjika i cili rrezikoi shumë e tashmë është numri 22 Malaj. Gjoka. Dimitri. Ageja për Merkajn. Ka pranë Vrenozin. Alios Vrenozi, një ish i Partizanit, ju kujtoj që në vitin sezoni 2022-2023 Alios Vrenozi ka zhvilluar plot 25 sfida me fanellën e Partizanit të 21 vjeçarëve, duke shënuar dhe 3 gola. Pra, Aloisi është edhe ai një emër që nuk mund ta harrojmë lehtë, paktën ne të Partizanit Channel kemi transmetuar me shumë kënaqësi të gjitha sfidat e Partizanit 21 vjeçar që në atë kohë drejtoi nga
Gert Haxhiu, skuadra kuqe e cila zhvilloi një sezon mjaft pozitiv, por që nuk arrit dot të konkretizonte me titull kampion duke e mbyllur sezonin në vendin e dytë. Gjithsesi këto janë kujtime. E shpresojmë i urojmë gjithashtu dhe Vrenozit të lartë e më lartë sukses në karrierën e tij, duke qenë dhe falendrues për atë kontribut që ka dhënë në fanellën e kuqe. Mintongo, Kokomani, e tashmë shikojmë Merka i cili rrëzohet dhe kërkon për një çast ndihmën e stafit mjekësor, ndërsa shikoni pranë vijës anësore është Osmanlari, Ante Osmanlari është minuta 18, po bën gati 10 minuta. Partizani vjen të luajë me një lojtar më pak. Do të shpresojmë që të gjendet një zgjedhje, një mundësi për të kryer këtë zëvendësim e për të vijuar sfidën normalisht me lojtar me numra të barabarta, pra jo vetëm pra bëhet gati zëvendësimi, shikojmë është gjetur një zgjedhje. Është Anteo Osmanlari në fush, i cili e mori vendin e Sulos. Që urojmë shumë shpejt shërim dhe rikthim sa më të shpejt. Denis Sulo, një lojtar mjaft i rëndësishëm, një lojtar që mund të konsiderojmë le të themi tek baza e kësaj skuadre, një bazë që ka krijuar trajneri e skuadrës Renal Kalari, jo që ka krijuar, por ato e kanë gjendur vendin për shkak se dhe janë lojtarë me shumë cilësi, duke filluar pra nga Sulo, Kokomani, Gjuzi, Jata, Mintongo, por gjithashtu e Mando, pa harruar ndonjë lojtar tjetër në këtë çast, por këto djem kanë zhvilluar shumë minuta. Po flasim për lojtarë që kanë qenë, le të themi, pesnikët e parë, lojtarë që kanë nisur këtë mision dhe që po e mbyllim me sukses, të paktën deri këto çaste jemi në avantazh minuta 20 dhe absolutisht nuk mund ta vendosim në dyshim duke parë dhe kualitetin, cilësinë e kësaj skuadre, por gjithsesi futbolli ngaherë është i çuditshëm kur duhet të besosh të luftosh deri në fund. Por siç e përmenda, janë vërtet lojtarë që kanë sakrifikuar në të gjitha grup moshat ku nuk mund të lë pa përmendur Mintongon, i cili ka ndihmuar të treja kategoritë, më saktë grup moshat, pasi ka qenë pjesë e 9 vjeçarëve Partizanit B, por edhe ekipit të parë, duke dhënë një kontribut maksimal pra. E gjithashtu Jata, Kokomani dhe Gjuzi, që në ndeshjet më decisive që po zhvillon dhe skuadra e 9 vjeçarëve, janë lojtarë me shumë vlera, lojtarë që shpresojmë dhe ato dy të kemi sa më shpejt, pse jo në skuadrën e parë, për të parë vlerat dhe cilësitë e këtyre djemve. E mbi të gjitha janë djem që e kanë ndjerë shumë edhe vazhdojnë ta ndjejnë fanellën e kuqe, pavarësisht kategorisë dhe grup moshësh ku zhvillojnë e luajnë në këto sezone. Janë lojtarë që janë rritur, janë zhvilluar në këtë akademi. Por le të shikojmë Mando. Provon në gjejnë hapësirë. Osmanlari. Gjithmonë Ante Osmanlari, një lojtar shumë potent, i fuqishëm. Do të shërbejë nga krau majt. Gjuzi. Njanjeva, mirë për Mintongon, i cili nuk e merr siç duhet topin, duke dhënë mundësi Gjikës për të provuar, kërkon Amos nga krau majt, por nuk arrin dot numri 13, një nga më, le të themi, më aktivet, por ka dhënë edhe kontribut për 7 takimesh pa llogaritë play-outin, pra bashkë me play-outin shkon në 9 takime total. Amos, lojtari nga Nigeria, 20 vjeçar, për shkëm të mundësi Mando, gjithmonë Mando i drejtohet të zonës, ka përballë Merka i provon një cross dhe Contreras, këmbgul sërish Amos, e më pas Merka i shkelmon me forcë, ndërhyn aty Kokomani. Edhe njërë Amos, fort Kokomani, ndërhyje, fort, sakt, bindëse. Njanjeva. Kokomani. Mando.
Shkon lëvizjen e Gjuzit, topi është për Marcelo Gjuzin, është në një trajektor tjetër, e priste pak më përpara, por edhe nga shenja e dorës së Gjuzit, topi ka marrë një kthes në momentin e fundit, një trajektor tjetër duke ja bërë të vështirë pra arritjes kontrollit të topit. Rëvina ansore që nisë me shpejtësi aty nga Arbana, i cili e dërgon tek Toromani. Sërish Arbana. Shkoni gapon për pak Gjuzi për portën për shatizo, por nuk ka fokus në dur, kërkoi të befasonte të majtë shpejt Marcelo Gjuzi. Por goditja ti shkon pranë shtyllës së majt. Pra një tjetër mundësi për Partizanin për të dyfishuar rezultatin, teksa jemi në minutën e 23, më saktë po mbyllet minuta e 23, Partizani B është në avantazh të gol shënuar nga Jata në të 14-ën. Nisët skuadra Crikase. Dimitri. Topi drejt Vrenozit. Njeva. Minton gol një herë shfaq le të themi probleme në kontrollin, por më pas ka marrë këtë goditje, është faull, goditje liri përket Partizanit B. Por do të thënë që vërtet tapeti, fusha e Elbasan Arenës në këtë sfidë është në kushte perfekte, në kushte fantastike për të zhvilluar një ndeshje të denjë, ashtu siç po zhvillohet në këto minuta, një ndeshje e bukur me skuadrën e kuqe që kërkon të dërojë gola dhe emocione. Në këtë moment kemi arritur të shënojmë një gol mjaft të bukur të ekzekutuar nga Jata, por i bukur për sa i përket edhe mënyra se si u zhvillua ai aksion, por le të shkojmë me Jata. Këto kazi godet, shikoni, Contreras ka pasur një devijim sa duket. Një mundësi fantastike dhe një protagonist të bëhet Jata, i cili nga krau i majt krijoi një të çarë, një hapësirë, një mundësi shënimi, edhe krosimin në detaj perfekt Jata, por Contreras me prekjen e tij, por nuk arrit dot ta kalon rrjetë, pse siç duket është një devijim i mbrojtjes së skuadrës Turbinës. Të mbulet një Jata. Tel Toromani. Me shpejtësi provon skuadra Ageja. Arbana. Malaj. Matias. Sërish Ageja, i cili dërohet ta kalojë tek Toromani. Përvon të organizojë diçka skuadra e Turbinës, por dukshëm e ka shumë të vështirë, teksa pasimet e shpeshta të dryshme tek porta e Toromanit. Edhe njërë është Matias. Arbana. Kupton gjithçka Gjetsi, por nuk arrin dot të ndreje. Kjo ndërhyrje ndaj Contreras për mundësia për përfituar. Topi drejt zonës e largon në farë mënyrë Toromani, më pas në vështirësi. Gjika e ka dërguar në rivene ansore. Nuk mundi Partizani të rrezikonte, nuk kishte asnjë lojtar në atë pozicion ku e dërgoi pra Toromani, i cili braktisi portën për të ardhur në ndihmë mbrojtjes, teksa Mando ishte një rrezik në atë zonë. Osman Lari. Provon një top të fortë drejt zonës. Nuk arrim dot të kuptojmë.
është të çuditshme, por ka pozicionesh lojë nga Revenia, nga një Revenia anësore. Kjo është tjetër rasti çuditshëm, teksa më të drejtë kërkon llogari fituesi pankinës, por të gjithë aty për një pozicion shloje që sipas gjyqtarit dhe asistentit Mersinasit. E nisë gjithçka me këtë top drejt zonës ku ndodhet Osmanlari, i cili shmangi goditje këndi. E dërgonte Kokomani, Osmanlari. E ka në kontroll Xhika. Ka faul, goditje dënimi për skuadrën e Turbinës, e cila ka një mundësi për t'ju afruar disi zonës së portës së Almuçës. Le të shikojmë çfarë sjell kjo goditje dënimi, teksa krosohet drejt zonës së Almuçës, i cili qet e mbërthën në duar. Pret nisjen e skuadrës së daljet nga zona. E luan thjesht për Kokomanin, i cili e dërgon tek Osmanlari me forcë drejt Xhuzit. Nuk arrin dot, tashmë Malaj. Pasimi për Arbanën. Amos. Gjithmonë Amos. Lëviz mirë mes disa lojtarë, por më pas humbet kontrollin e topit në një zonë të qetë. Pas kjo ndërhyrje e Arbanës, karton të verdh, ndërhyrje pa rregull ndaj Ndrejaj, Fernando Ndrejas. Është minuta e 30. Vazhdon të mbetet në fuqi, goli, avantazhi shënuar nga Jata. Mintongo. Një top në thellësi në hapësirën e Mandos, i cili mund provoj tashmë. Le të shikojmë Mona de Mando në fund vjekjes përkatje Xhikës, i cili e dërgon në goditje këndit. 3-0 shkonte numri i goditjeve këndit. Provoj të ta zitë vetë, bënte gjithçka vetë Mando, por e kanë studiuar, e kanë shikuar me kujdes lëvizjen e Sirianis, një vjeçarit, i cili ka shënuar 9 gola me Partizan B në këtë sezon, pra duke renditur në vendin e dytë të gol shënuese. Pra bëhet gati Mando, është një krosim të herë në shtyllën e dytë, në një zonë shumë të largët, mundohet Gjetsi, por nuk arrin dot, me forcës duhet. Shumë i fortë edhe krosimi dhe mundësia për të rrezikuar. Kalojmë në minutat e qeta me Partizanin, që dukshëm është më kërkues, por jo si në ato momente teksa skuadra e kuqe po zhvillonte me një lojtar më pak, pra nuk ka të njëjtën temp dëshirë, por është vendosur mirë dhe kërkon të dalë në blok duke provuar një tjetër aksion. Si në këto momente ku mund provojmë Mintongo det Contreras, e kontrollon mirë. Shikon mundësia, për topi më i forcës duhet ishte Ndreja, i cili nuk arrit dot një krosim drejt Mandos. Ka faul, dukshëm goditje e lirë për skuadrën e Turbinës. Niset Matias. Ky top i gjatë, mundësi e mirë për provuar, le të shikojmë, është Gjetsi, gjithmonë Gjetsi krijon hapësirën të majtën, goditja Mbitra.
Çfarë mundësie për të dyfishuar Igli Gjetsi, i cili nuk arri dot ta dërgoj topin në rrjet. Ndërsa për sa i përket historisë, pra historisë në përballjeve mes skuadrës Partizanit, është skuadra e parë e cila ka jo Partizani B, por skuadra e parë e cila ka zhvilluar në vitin 2009 dhe 2010 dy sfida, pra në atë periudhë jo të lehtë për historinë e klubit të Partizanit. Pra në sfidën e parë në Tiranë është në 31 pra tetor është mbyllur në barazim 0-0, ndërsa në 3 prill kemi fituar me rezultatin 1-2 në Cerrik, pra shumë vite më parë, pra në një periudhë mjaft të vështirë, por sot që jemi këtu në një moment, le të themi, fantastik të art për klubin, historinë e Partizanit, teksa jo vetëm skuadra e parë që ka një progres, ka arritur të fitojë 2 titull kampion, që nga i moment kemi fituar 2 Superkupa të Shqipërisë. Jemi në këtë moment delikat, teksa mund të synojmë të fitojmë një tjetër trofe në sezonin 2024-2025, por gjithashtu kemi një skuadër B e cila do na përfaqësojë dinjësisht. Shpresojmë të përfaqësojë pra në vitin tjetër në kategorinë e dytë, por do kalojmë nga kjo sfidë për Mando provon. Kjo goditje lehtë shkon në ngjitur me shtyllën e djathtë. Pra kemi të gjithë këto risi, gjëra shumë pozitive duke krahasuar nga ajo epokë e errët e klubit, por nga njëherë të tilla situata të tilla ngjarje në jetë të bëjnë më të fortë, të bëjnë më krenar, dhe sot le të shijojmë këto momente historike, teksa klubi jon tashmë ka dhe një televizion të tij, Partizani Channel, pra që ju sjell të gjitha sfidat e moshave, por gjithashtu dhe Partizani B, futbollin e femrave, por edhe me një programacion të shtuar, lajme, podcast, profile talentesh, profile legjendësh, intervista ekskluzive e shumë programacion tjetër që mund t'i gjeni vetëm duke shkarkuar aplikacionin ton Partizani Channel për App Store dhe Play Store, por gjithashtu ne jemi pjesë edhe tek platformat Klani Im dhe Digital OTT. Mjafton ta shkarkoni dhe ta shijoni. Ju ndjekës të Partizanit kudo që ndodheni në të gjitha trevat shqiptare, por gjithashtu dhe jashtë në përbot, pra mjafton një shkarkim të aplikacionit, është falas, momentalisht është vetëm i aksesuar tek pajisjet telefon, pra celular, shumë shpejt se do të bëjmë një opsion ku mund ta shijojmë edhe në televizion, pra dhe laptop. Një opsion të upgraduar. Për shkak të mundësi, shikojmë Arbana, për pak se nuk rrezikon Janjeva, mundësia për Amos, goditja që mbyllet për një çast nga Kokomane, pas ndërhyrja e Almuçës. Emin Tongo provon të nxjerrë skuadrën, por duhet të tregojmë të kujdesshëm. Një mundësi e vogël, japim një shkëndi skuadrës së Turbinës që tashmë le të themi në një farë mënyrë ka marrë zemër kjo goditje në dy kohë. Vjen dhe Kokomani për të mbrojtur me qetësi tashmë. Pra duhet të tregojmë të kujdesshëm, pasi që patë vetë një moment, një tentativë që mund të rezultonte fatale. Pra minutat kalojnë, Partizani kontrollon ndaj Turbinës, pra e cila nuk arriti do të shmangte play-offin, teksa në kampionat në grupin B, pra kur vendos e përfundoi në vendin e 10
me 19 pikë ndjes. Pra një pikë larg Maliqit, e cila shpëtoi pra gjithashtu dhe Shkumbinit. Por nuk mungoi vetëm le të themi skuadra e pa fat, nuk mungoi ky precedent në pjesën e kampionatit, por gjithashtu dhe në playoff teksa poshtë nga pika e bardhë, nga penaltit, pra nga ekzekutimi i penaltit pas 120 minutash në 1-1 me skuadrën e Gramshit tek 11 meçet. Skuadra e Turbinës poshtë me rezultatin e përgjithshëm 5-4. Jata Mando ka marrë një goditje të lehtë, por Sabri i prish ekolibrin dhe Mando që shfaq dhimbje shqetësim. Është ndëshkuar me karton të verdh. Merkaj pra. Bëhet gati Partizani të ekzekutojë këtë goditje dënimi teksa luhet minuta e 40 e pjesës së parë. Gjëra të kujtoj, goli u shënua nga Jata. Një pasim tokas i Gjetsi. Mando. Gjithmonë Mando, krosimi, ullët, largohet me forcë drejt zonës Amos. Gjithmonë Amos ka pranë edhe Vrenozin, topi është për të. Ka faull ndaj numri 19, goditje e lirë. Alois Vrenozi ngrihet nga dalë. Asgjë serioze, nuk është nevoja ndërhyrje stafit mjekësor. Akea. Amos ka vështirësi në kontroll. Gjetsi. Topi drejt Contreras, i saktë ky krosim, ky pas në detaj nga Igli Gjetsi. Mando dhe njerë kërkot zona e Gjuzit, i cili kërcen, por nuk arrin dot të rrezikoj, edhe pse një alternativë do ishte zona aty ku Fernando Andrea dhe Contreras mund të rrezikonin. Amos, i sakt Kokomani. Ndërpret atë tentativë rrull për të marrë krahun e djathtë numrit 13 nigerianit Amos. Dimitri Toromani, pasime aty pranë në zonë të qetë, tashmë është Matias. Shikoni, mundësi e mirë, Jata, gjithmonë Jata, provon në fund, nuk është pasimi më i mirë i mundshëm, një nxitim dukshëm nga Jata, i cili bëri mjaft mirë në rekuperimin marrjen atij topi, por në fund nuk e mbylli siç duhet. E tashmë Gjuzi me shumë qetësi. E dërgon tek Almuça, ja rikthen Gjuzit, ka hapësira, e kalon tek Mitongo, që provon pas për Njanjevën. Kokomani.
Niset Partizani. Mintongo. E kërkon Gjuzi hapësirën për ta shfrytzuar në krahun e majt, por pasimi është drejt qendrës. Jata. Njanjeva. Vizje mirë e Andi Njanjevës. Gjuzi toka si Gjeci mund provoj mundësia tashmë. Shikoni vazhdon këmbgulja. Igli Gjeci dhe më pas Mando gjithmonë Mando në fund. Gjeci cili kishte mbetur shtrirë më pas shikoni kjo ndërhyrje shumë e rrezikshme. Amos që do të shemang protestat pasi është Gjuzi cili ishte më pranë topit, ndërsa Amos nuk u kursye me takat dukshme të ngritura. Por shpresojmë asgjë serioze edhe për Gjuzin, pasi në minutat e para humbëm shërbimin e Sulos, por me sa duket Gjuzi është ngritur nga dalë në ndihmën e kapitenit Enea Kokomani. Do të ekzekutohet kjo goditje dënimi tashmë. Teksa i drejtohemi fundit, pjesës parë. Le shikojmë edhe sa shtesë do të lejo deri në fund. Janë disa lojtarë pranë topit, do të jetë kjo edhe një tjetër skem e improvizuar gjatë stërvitjes, por shpresoj që zbatohet në saktësi ashtu siç u bë edhe tek goli. Realizimi perfekt, largohen nga dalë të gjithë, krosimi, Mando, shikoni mundësia. Gjuzi, por me sa duket është vlerësuar e pa rregull dhe tentativë e kthesë e Marcelo Gjuzit, goditje e lirë për skuadrën e Turbinës, e cila tashmë provon të niset me këmbët e Toromanit. Matias ka nisur dhe minuta e fundit e pjesës së parë. Arbana e dërgon tek Toromani. Ka pranë Nagejan. Matias. Arbana. Në vështirësi tashmë, por arrin të gjenë njëri tjetrin në lojtarët e skuadrës së Turbinës. Arbana për Ageon. Në krahun e djathtë Merkaj. Provon Merkaj tek Vrenozi. Amos. Kombinime të mira Gjika, Amos në fund, u mbet ekuilibrin duke dorëzuar në këmbët e lojtarëve të Partizanit. Do të tërgohet kujdesshëm në këto çaste. Jata kërkohet me njëherë ndihma e stafit mjekësor. Ka faul. Madje do të ndeshkohet me sa duket. Jata. Edhe pse përplasja Jata nuk e bëri të qëllimshme. Gjithsesi do tregohet kujdesshëm Jata tashmë, por gjithashtu të gjithë lojtarët pasi në të tilla duele mund të shkaktojnë dëmtime mjaft të rënda. Pak çaste, jo pak çaste, por paktën në pjesën e parë, në fillimin e pjesës së parë, në ato minuta të hershme, humbëm shërbimet, jo vetëm shërbimet, por dhe dëmtimi mjaft i rënd i Denis Sulos. Një dëmtim që vërtet restoi shumë i rënd, pasi siç mësojmë nga njoftimet Denis Sulo, ka pësuar një dëmtim të rënd në krahun e djathtë, çka do duhet ndërhyrja e stafit mjekësor për një mjekim më të hollësishëm. Por le t'i urojmë shërim të shpejtë
Sulos është nisur pra kjo goditje e lirë me Arbanën që provon kombinimin me Malajn. Rivendja anësore për këtë Partizani, ndjes Turbinës, i cila provon të sekondet fundit pjesë së parë të tregohet e rrezikshme të gjej zonën e Partizanit. Injanjeva e shkelmon në një rivendje anësore. Malaj nxiton, ja lëshon këtë top Arbanës. Amos. E mbro me forcë Amos, e dërgon tek Arbana. E krosimi Arbanës nuk është i mirë, shkon drejt në fundore. E luan pra sekondat e fundit. Mundësisht do të jetë kjo shkelmi i fundi. Leon dhe disi gjyqtari Shahini për vijuar me tek këtë aksion të Partizanit. Osman Lari e frot Mitongo, e kalon tek Njanjeva. Shtim përpara Andi Njanjeva. Ndrejaj. Tobi drejt Contreras. Ka flamur të ngritur dhe këtu mbyllet kjo pjesë e parë në avantazh minimal, një gol i shënuar nga Bubakar Jata në minutën 14. Mban skuadrën kuqe në avantazh. Shpresojmë që në pjesë 2 të vazhdojmë në të njëjtin ritëm duke synuar të tjera gola edhe për të korrur këtë sukses mjaft të rëndësishëm. Shihim të dëgjojmë në pjesën 2 të takimit. Përshëndetje miq, rikthehemi në pjesën 2 të takimit të play-offit mes Partizanit B dhe Turbinës së Rikut, një pjesë e parë e mbyllur me sukses nga të kuqt, të cilët arrin të shënojnë një gol me anë të Jatës në minutën 14, një gol që erdhi nga një aksion model nga goditja e këndit, një skem organizuar me sukses aty ku u krijua dhe mundësia goditës e Jatës, i cili nuk falej duke shënuar pra golin e parë dhe të vetëm në këtë takim. E shpresojmë që në këtë pjesë të dytë të gjejmë të tjera gola dhe gëzime me skuadrën e kuqe që do të synojë pra zyrtarisht të përmbush objektivin sezonal për të arritur në kategorinë e dytë, pra një kategori e cila është akoma me ashpër më fort, por Partizani B dhe historia e këtij klubi kanë treguar që mund të bëjnë më mirë për të shkëmbë të mundësi. Është Mando, mundësia goditës që Mando vonohet në goditje. Më pas shikoni çfarë humbet Monad Mando. Një top i cili nuk u mor mirë në momentin e fundit, aty ku do të ishte me portën e boshatisur nëse do të arrinte të vazhdonte me top në vërkëm, por një marrje jo e mirë. Çka i hoq një mundësi të artë Contreras për Gjetsin, gjithmonë në vështirësi Matias. Ndrejaj. Pra, si shikohet në këtë start të pjesës së dytë, nuk kemi asnjë zëvendësim nga të dyja skuadrat, pra përveç zëvendësimit të dëruar në pjesën e parë të Sulos me Osman Larin, nuk kemi ndërhyrje. Rivendja anësore sërish për Partizani që këmbgul në këto minuta.
Niset Njanjeva. Kogomani. Jata nuk e merr siç duhet. Provon ta rikuperoj po vetë Jata. Por është Malaj. Merkaj në vështirësi. Është Jata që ndërhyn, i cili nuk arrit do të vijojë me tej këtë këmbgulje, duke e dorëzuar në rrëvendjen anësore, me qetësi e merr aty Malaj. Pra që rast ju kujtohet njërë rrugtimin e të dyja skuadrave, teksa Turbina përfundoi kampionatin në vendin e parafundit me 1 pikë më pak se vendi 9, pra që mund të arrinte mbijetesën, ndërsa në play-out quhet përballja mes Turbinës dhe Gramshit. Nuk arriti dot Turbina pasi nuk u tregoi sakt në përfundimin e 120 minutave tek pika e bardhë 11 metrë, një takim që u mbyll me 11 metrash, 5-4 në poshtë skuadra Cerigase, ndërsa rrugtimi Partizanit bë pra. E ky moment kartoni më njëhershëm, kjo spërkat ndërhyrje drejt me këmbët e Janjevës, ndëshkohet lojtari Qoka. Numër 21. Pra Partizani mbylli kampionatin në vendin e dytë me 2 pikë larg Eagle FA. Ndërsa në play-off skuadra kuqe mposhti skuadrën Al Petrolit, e cila edhe ajo kishte mbyllur në vendin e dytë në grupin B, pra duke mposhtur me rezultatin 3-0. Një fitore që u arrit në pjesën e dytë, por që nuk u vun diskutim as pak që nga minuta e parë me skuadrën e Rinaldo Kalarit, e cila ishte dominuese, kërkuese, edhe arriti të zhbllokonte sfidën vetëm në minutat e para të pjesës së dytë. Por kjo pak rëndësi ka, tashmë të njëjtën gjë po bëjmë edhe me skuadrën e Turbinës, duke dominuar, duke kërkuar. Kemi arritur të gjejmë një gol, por shpresojmë që në vijim të shënojmë të tjera gola, duke mbyllur përfundimisht dhe siguruar lehtësisht një bilet për në kategorinë e dytë, aty ku misioni jon është për të përsëritur edhe një herë arritjen në kategorinë e parë, aty ku e kemi vendosur emrin ton para disa vitesh, pra rezulton sezoni 2021. Madje një sezon fantastik me të kuqt e Partizanit që u vendosën në 6 skuadra më të mira, pra skuadrat e play-offit të kategorisë parë, por që pas atij sezoni nuk u vijua më tej në garimin, duke le themi i hequr luksin këtij klubi për të pasur, për të vijuar me një skuadër të dytë. Gjithsesi jemi sërish aty ku lam, pra me të kuqt, me synimet e qarta për të vendosur diktat në çdo trampolin, në çdo sport, në çdo grup mosh, në çdo kategori. Jemi në një periudhë të hartë, teksa klubi i Partizanit në ndërtimin e Gaziantepit ka arritur 2 titull kampion, 2 superkupa, po bën mjaft mirë edhe në këtë sezon. Gjithashtu pjesëmarrjet në Europë kanë qenë dinjitoze. Duhet një sforcë e vogël për të arritur, pse jo shumë shpejt edhe në grupe, por një punë e madhe po bëhet tek akademia, aty ku skuadrat e kuqe tashmë në këtë sezon kanë treguar një rritje, ashtu që e dhanë shkëndijët e parë, sezon që lan pas, pra në sezon kemi plot 4 skuadra pretendente, 2 nga ato janë kryesuese dhe 2 të tjerat do të synojnë me patjetër në këto javë të fundit të sezonit për të arritur objektivat dhe për të mbajtur lart emrin dhe imazhin e Akademisë Partizani, e për të nxjerrur sa më shumë elementë që në të ardhmen të kontribuojnë për skuadrën e parë. Polishkëp të mundësi është Marcelo Gjuzi, kombinimi me Gjetsin, edhe një herë Gjetsi dhe Gjuzi. Pasi me themër, dreja i fort drejt zonës ku ndodhet Mando,
cili ka rritë fitoj këtë goditje këndi. E katërta. Shkon po vetë aty për ta ekzekutuar 21 vjeçari nga Siria, Mando. Një tjetër skem, le të shikojmë, provohet zona, topi fort në një zonë ku ndodhet Njanjeva. E ka në kontroll. Ka nga Cmina Arbanës. Andi Njanjeva. Gjuzi. Tjetër krosim, shkon bitra. Fort. Pra ju ndjekës të Partizani Channel, gjithashtu dhe ju ndjekës në YouTube, ne kërkojmë që t'ja bëjmë sa më të lehtë, ndaj dhe ju sugjerojmë që të shkarkoni aplikacionin e Partizani Channel në App Store dhe Play Store. Por le të shkojmë të mundësi. Gjuzi, provoni vetëm goditja. Një mundësi e mirë për të rrezikuar, por nuk arrit dot Marcelo Gjuzi të shënjestroj kuadratin, edhe pse në zonë mund ishte një opsion i mirë për të krosuar, dhe gjithsesi Partizani vazhdon të krijojë dhe të rrezikojë duke synuar plotësisht arritjen e shënimit një tjetër goli. Ageja. Toromani. Matias. Provon Malaj, por nuk arrin dot. E tashmë mundësia, Gjeci ka një faul, pak qaste më parë, lejoj për një moment avantazhin gjyqtari Shahini, por nuk arrit do të vijonte më shumë. I cross drejt zonës, Kontreas, pa besueshëm nuk arrin ta godas, vjen dhe ndërhyrja e Toromanit. Kanë kaluar 55 minuta, pra 10 minuta nga starti i pjesës së dytë. Partizani synon dhe kërkon me ngul golin e dytë. Për i dhënë, le të themi, një qetësi, edhe pse deri në këtë çast nuk është vënë në diskutim dhe nuk është rrezikuar porta përveç një momenti në pjesën e parë, por dhe ai moment u mbyll me saktësi nga portieri Endri Admuça. Shkojmë Amos. Ka faul, goditje e lirë. Kam bëjtë dëmtuar Amos shumë pranë vijës sansore. Por asgjë serioze me skuadrën e Turbinës që tashmë mund të provoj nga ky pozicion një goditje standarde që duhet të tregojmë të kujdesshëm, të mobilizuar për të shmangur një rrezik të mundshëm. Bëhet gati të ekzekutoj këtë goditje dënimi numër 17 Gjika. Christian Gjika. Por është Nalo Kalari, i cili bën kryen zëvendësimin tashmë në fushë. Kemi Kazim e jashtë loje
Ndrejaj. Krosimi largohet aty nga Kudjufi, I cili dhe ai është futur në fushën e lojës dhe ka marrë vendin e Gjetsit pra. Ndërsa Drejaj gjatë dalesën e fushën e lojës për shkak të temi një protestë është ndëshkuar me karton të verdh. Por pa rëndësi tashmë pasi Ndrejaj e lë fushën e lojës I qetë. Dhe ky është takimi final, një tjetër ndëshkim. Pas Ndrejajs për Partizani vjen ky karton I verdh për Xhikën, një ndërhyrje e rrezikshme ndaj Mandos. Me të gati skuadra kuq të ekzekutoj këtë goditje dënimi është Mandu dhe Kokomani pranë topit. Si gjithmonë në këtë takim janë dy ekzekutuesit. Kokomani ka një të majt të mirë, por gjithashtu dhe Mando mund të provojë me të djathtën e tij. Ai ka qenë temi efikas, I saktë me krosime teksa mban edhe firmën e asist të shënuar të goli I Jatës. Ishte Mando I cili me një krosim në detaj. Shikojmë mundësia Mando. Krosimi nuk kërcen aty Jata, por as Contreras nuk arrit do të koordinoj. E ky top që shkon në fundore, minuta e 60. Niset me shpejtësi Merkaj, është Ageja. Ka pranë Merkajn, por preferon tek Malaj. I saktë aty Osmanlari. Merkaj. Mintongo. Ka mbetur I dëmtuar lojtari I skuadrës Turbinës është Vrenozi. Dhe shkojmë vendimin e gjyqtarit Shahini. Ishte Xhika I cili mbeti dëmtuar. Vrenozi është spostuar në të majt tashmë. Tashmë ka faull ndaj Vrenozit. Kjo është lëvizje taktike për të ndryshuar diçka në rrjedhën e sulme dhe pse ka qenë të pakta temi të zbeta të mbyllura mjaft mirë nga skuadra e kuqe, e cila nuk ka le të themi neglizhuar as pak, përkundrazi në çdo minutë, në çdo fraksion, në çdo moment është treguar shumë e rrepse duke zbatuar me përpikmëri të gjitha indicjet dhe duke vlerësuar kundërshtarin. Gjuzi kërkoi të nisë një pas të shpejt për Jatën, por mbyll për një çast skuadra e Turbinës. Edhe një herë Gjuzi, këmbgulja e tij shkon deri në fund. Mando ushtron pressing. Skuadra e kuqe duke detyruar Turbinën të bëj pasime të nxituara, por në këto momente Xhika e kalon të majt tek Arbana. Rikthehet në pozicionin e tij Vrenozi. Xhika nuk arrin dot, mbyll Gudjufi. Jata, Kazim, Mando futet drejt qendrës, kuptohet kjo lëvizje e Mandos. Merkaj, Ageja, ka pranë Vrenozin, luan me Amos. Lëvizje e mirë, Amos kërkon krosimin e goditja. Ndërpritet nga Osmallari. Në goditje këndje para për skuadrën e Turbinës. 3-1 pra.
Le të shkojmë është Matias. Goditja drejt qendrës, largohet nga Mintongo, mund provoj Partizani, shikoni mundësi e mirë është Mando, gjithmonë Mando përballë Agejas, është Partizani, Gudjufi, gjithmonë Gudjufi, mundësia goditse vjen, goditja shumë e lehtë dhe ndërhyrja e Toromanit, por çfarë mundësie do duhet ta shfrytëzoni më mirë këtë çast. Ishte një moment mjaft i mirë teksa Gudjufi kishte shansi më të mirë për të shënuar dhe golin e dytë teksa mbyllet minuta e 63. Shkon pranë topit Gudjufi, 4-1 numri goditur nga këndi. Pesër Gudjufi, krosimi shumë i lartë, larg në asnjë në një vend ku nuk ka asnjë lojtar të Partizanit. Arbana. Matias. Ageja. Top gjatë drejt Vrenozit. Mundohet ta ketë në kontroll, ndërhyn aty Mintongo, ka mbetur i dëmtuar Vrenozi. Këmbgul aty Amos, gjithmonë Amos i fortë, luftarak. Me një themër provon për Vrenozi, ndërhyn Jata. Por pa rregull do të tregohet i kujdesshëm në këto çaste. Amos. Një ndërhyrje e tillë, ndërhyrje nga pas është e ndeshkueshme. Edhe Amos i cili e ndeshkuar në minutën e 44 pjesë parë. Ndaj dhe do të tregohet i kujdesshëm për të mos e lënë skuadrën me 10 lojtar. Por tashmë rrezikon shumë dhe skuadra e Turbinës, teksa janë 5 kartona të verdh, ndërsa 2 për Partizani, por momentalisht në lojë vetëm Jata, pasi Ndreja e ka lënë fushën e lojës. Contreras e ul mirë për Mandon. Mintongo e sposon të djathtë, por është një faul i dukshëm dhe një tjetër karton shkon në 6 pra. Numri i kartonave të verdhë është Arbana, Merkaj, Amos, Gjoka, Çika dhe Ageja. Pra zverdhet pothuajse pjesa më e madhe e lojtarëve që do të luajnë në kontaktin e parë, pra duke filluar nga mesfushorët dhe mbrojtësit e skuadrës së Turbinës. Gudjufi. Krosi drejt shtyllës dytë, mundësia! Ishte Njajeva i cili arriti të ftojë atë luftim ajrore dhe të kërkonte topin drejt zonës, aty ku me forcë u largua në rivene anësore. Është Gjuzi. Provon dhe zonën e Jatës. Mintongo. Njeva. Kazim me majta ati shkon shumë lartë kuadratit të Toromanit, i cili nxiton për një top. Provoj pra Kazim i prezentuar në këtë fazë të dytë. Lojtari nga Nigeria, pra 18 vjeçari, Kazim ka nisur aventurën e tij në Shqipëri duke zhvilluar 7 sfida dhe një gol për 19 vjeçarit, pra 4 ndeshje për skuadrën e Partizanit B. Për shkep të mundësi goditja bllokohet, më pas shkon në duart e portierit Toromani. Pra ashtu që kemi përmendur shpesh në transmitimet tona, Partizani B
është një skuadër internacionale pasi përbëhet nga shumë kombësi, pra përveç se lojtarët nga Shqipëria, Kosovë, Maqedonia, kemi edhe lojtarë që vinë nga Nigeria, Kolumbia, Kongo, Siria, gjithashtu Kameruni, por dhe Gambia. Pra, ja një mundësi, shikoni çfarë tentative ishte me fat, por dhe vendosur mirë në këtë çast Toromani. Kjo goditje potente. Nuk arrin dot Vrenozi, revenancore i përket turbinës, por Partizani krijoi një tjetër mundësi shënimi. Teksa po bënim edhe le themi prezantimin e të gjitha kombësive që janë pjesë e Partizanit bën në këtë sezon. Lojtarët të cilët kontribuojnë edhe në le themi kompeticione të tjera, duke filluar tek 9 vjeçarët edhe skuadra e parë. Ku nuk mund lëm pa përmendur Mitongo Jata, të cilët i japin dhe ato kontributin e tyre tek skuadra e parë, por gjithashtu dhe pjesa tjetër, pra teksa Gjuzi, Kokomani, Sulo kanë dhënë ato kontributin tek futbolli 9 vjeçarëve, aty ku gara është mjaft interesante. Synimet janë për një skuadër kampion në këtë grup mosh, do jetë një arritje e madhe pas një periudhë gjatë për të shkëm të mundësi. Provon Vrenoz një cross drejt zonës ku ndodhet Gjuzi dhe Almuça. Nuk kuptohet në këto çaste, por është i sakt Gjuzi me ato pasim drejt Gudjufit. Kazim niset Mando, heziton shumë Kazim, e jep mundësi tashmë Jatës të provojë, por pasimi i Jatës nuk është i saktë, ka vuajtur gjatë këtij takimi. Të pas Jata pasin e kyç, pra mund ta quajmë në gjuhën e futbollit, ai pasim që mund të ndryshojë rrjedhën dhe të jap aksionin një tjetër rrezikshmëri. Por nuk mund lën të pa përmendur dhe themi golin e shënuar në minutën e 14, një gol shumë i rëndësishëm, teksa luhet në minuta 71 tashmë. Që nga minuta 14 mbetet i pandryshuar rezultati, ai ti gol i shënuar nga Jata. Një gol që ka vërtet shumë peshë, shumë rëndësi. Contreras, Gjuzi, mundësia tashmë provoj. Shikoni Mando, në krau tjetër Contreras mund provoj, heziton çfarë bën në këto çaste Muanat Mando. U met një mundësi të artë, asistimi, nuk e kuptuam çfarë do kërkoj të bënte në këto çaste, pasi kishte shumë kohë, shumë hapësirë, shumë mundësi për të provuar akoma më mirë, por nuk ka arritur dot Muanat Mando, i cili ashtu dhe si në momentin e pak qaste më parë, teksa doli përballë Toromanit, i vetëm nuk arrit dot të ruante kontrolli topit me qetësi. Tashmë por e shkëm të mundësi, është Amos, lëviz drejt Gjikës, Amos spërkata. E më pas kjo goditje e Vrenozit, shkon lart kuadratit Almuçës. Por shikojmë Amos ka mbetur dëmtuar gjatë një dueli. Do kryen dhe zëvendësimet e radhës, teksa të dyja skuadrat po kryen ndryshime, pra teksa Itua merr vendin e Vrenozit, ndërsa Sterling Januzi në fushën e lojës, jashtë fushës është Mando dhe Jata. Por do duhet të presim sa të bëhet gati dhe
tabela për zëvendësimet. Pra bëhet zëvendësimi. Maljanuzi dhe Sterling në fush Jeta dhe Mando. Ndërsa Mando është faqet i pak kënaqur, por do të thënë që Mandos nuk i ka munguar asgjë prej 73 minutash, ka pasur shumë mundësi shënimi, ka krijuar hapësira mundësi, ndaj dhe në këto çaste skuadra e cila kërkon të freskohet, të ketë më shumë shpejtësi, gjallëri, teksa Sterling është një opsion mjaft i mirë për të ndryshuar diçka në këto minuta që nuk mund të vijojmë të jemi le të themi në këtë avantazh minimal. Edhe pse siç e përmenda, skuadra e kuqe ka qenë shumë e saktë vendosur mirë, por do duhet të shënojmë patjetër edhe një gol për të mbyllur gjithçka. Le të shikojmë të mundësi. Provon aty Osman Lari, bën gjithçka mjaft mirë tek Sterling, gjithmonë Sterling me krahun e djathtë. Provon krosimin që devijohet shkon në traversën e pas Gudjufi. Mund provoj sërish Partizani, këmbgul Besart Gudjufi, shikon zonën, vjen dhe krosimi është i fortë, por drejt zonës së Sterling kupton gjithçka Matias. E pas Arbana në dy luftim me Maljanuzin. Vendoset mirë Januzi, topi tek Sterling, shikoni ka hapësira, Gjuzi vjen në ndihmë, por le të shikojmë mundësinë tashmë, kombinimet mes Kazim, Sterling. Januzi, Mintongo, më pas kthehemi shumë prapa tek Osman Lari, i cili me lëvizje të bukur provon me Mintongon. Contreras ndërhyn aty i sapo futur i tua. Amos. O dhe Dimitri për i qas, tashmë është Gjika. Edhe njërë Dimitri. Gjika drejt zonës ku ndodhet Amos. Lërin Osman Lari. Gudjufi. Kazim. Mintongo. I top që shkon në një zonë ku nuk ka asnjë lojtar, është vetëm i Partizanit, pra është vetëm Merkaj i cili e dërgon me qetësi tek portieri Toromani. Ka pranë Agejan. Preferon tek Itua. Pra Hamza Itua, 27 vjeçari nga Nigeria. Gudjufi, marrje mirë topit, provon vet Gudjufi, pasimi për Kazim, gjithmonë Kazim mundësia, e më pas Contreras, 2-0 Partizani, dhe fesa e kuqe tashmë, shirohet gjithçka, shënon Contreras, por një aksion model nisi nga këmbët e Gudjufit, e më pas Kazim i qeti dha mundësinë e art Contrerasit për të shënuar një gol të lehtë, le të themi në duke, por gjithçka ishte në një aksion model me skuadrën kuqe që tashmë shirohet disi pas le të themi këtij avantazhi minimal që po ekzonte që nga minuta 14 nga Jata. Tashmë festa më së merituar skuadrës kuqe që rikthehet në gjysmëfushën e saj për të rinisur edhe një herë. Shirohet disi dhe e meritonte skuadra e Partizanit pasi këmbgulja e gjatë, rastet, aksionet, menaxhimi i lojës, kontrolli e gjithçka kanë folur për skuadrën e kuqe, e cila tashmë gëzon dhe feston golin e dytë, një gol që le të themi ka hedhur një hap të rëndësishëm për arritjen e objektivit. Ka akoma lojë, por Partizani do të tregoj që ka forcën për shënuar, për provuar një tjetër gol. Shikojmë shpejtësia e Sterling, i cili arrin në limite, por nuk e merr si duhet në momentin e fundit, duke e dërguar në rivendje fundore. Itua. Toromani, Ageja. Niset numri 14, që e shkelmon me forcë drejt një zone ku ndërhyn saktë aty
Mintongo. Kazim Arbana. Shkojnë në një aksion, provon në skuadra e turbinës, por mbyll gjithçka Gjuzi. Mund provojë një Sterling, shpejtësinë e tij. Tobi de Contreras, pasimi sakt tek Malio Nuzi që jep mundësi Godjuvi, gjithmonë Godjuvi. Pasimi Sterling, goditja. Nuk është fort ndërhyn Toromani, por një aksion i shpejt, model perfekt i Partizanit bë me pasime, kombinime shumë të sakta. Por përfundimi do ishte pak më i mirë për të realizuar një gol kopertin, një gol që do të shionim gjatë, pra. Është minuta e 79 tashmë. Goditje këndi, shkon në 6-1. Me qëtësi e merr aty Kazim Mengjerashi, i cili do provoj zonën. Krosimi rrezikshëm, shikoni. Përpaksa nuk u fut drejt në rrjet. Vendosin në befasi, në vështirësi portierin Toromani. Arbana. Amos, jeri kthen Arbanës, i cili e provon drejt zonës ku ndodhet Matias. Shikoni, dhe Matias ka braktisur pozicionin e tij në mbrojtje për të bërë një lidhje me Amosin e për të krijuar të paktën një mundësi shënimi, pasi po vuan shumë në këtë çast skuadra turbinës për të arritur tek zona e Partizanit bëbra. I qeta Almuqa prej disa minuta, e përmendë rasti më i rrezikshëm, por shikoni, kjo ndërhyrje shumë e rrezikshme. E kërkon falje, por do të tregoti kujdesu në këtë çaste është Agea, i cili është i ndëshkuar që në minutën e 66, por kjo ndërhyrje shumë e rrezikshme, pasi jo vetëm përplasja në kulis, por edhe rënja ka qenë shumë e ashpër, teksa nuk u kursye as pak. Numri 14, duke i lëshuar gjunjët, por edhe bryllat të lirshme mbi trupin e Contreras, i cili vazhdon të jetë shtrirë në fush, teksa kemi hyrë në minutën e 80. Vazhdon të jetë i shtrirë në fush Contreras, por gjyqtari Shahini pret akoma konfirmimin nëse do duhet të ndërhyrë stafit mjekësor apo do të jetë i gatshëm për të rikthyer vetë pas një ndihmë, le të themi, nga ana jashtme. Po që ndërhyrja ishte e rrezikshme dhe shpresojmë shumë që Contreras mos ketë asnjë shqetësim serioz, edhe pse ngrihet në këmbë dhe shkon drejt pozicionit të tij kolumbiani, pra. Një lojtar mjaft i rëndësishëm, ka rezistuar në këto sfida, teksa në 5 takime me Partizani ka shmuar 5 gola, dhe gola të rëndësishëm si në këtë sfidë, edhe pse do të thënë që kontribut ka e gjithë skuadra. Pra jemi në fazën e play-offit dhe tashmë jemi drejt ndeshjes së fundit, finales, pra. Një sfidë që tashmë po shkon drejt përfundimit me sukses me skuadrën e kuqe që po arrin objektivin sezonal, ngritje në kategorinë e dytë, aty ku do të synohet pse jo ripërsëritja, pra, e sezonit të vitit 2020-2021, aty ku Partizani u përfaqësua në kategorinë e parë, madje bërë një paraqitje fantastike duke u vendosur në 6 skuadrat e play-offit, por që nga ai sezon nuk vazhdoi, pra kjo nuk vazhdoi garën, pra Partizani duke i hapur rrugë skuadrës 21 vjeçarëve. Ndryshe këtë sezon nuk kemi një skuadrë 21 vjeçare, por më e rëndësishme është të kemi një skuadër B e cila do të kontribuojë në të ardhmen për zhvillimin e rritjes profesionale dhe mbështetjes së skuadrës parë, pra. Jo vetëm me element, me minutazhe, me të gjitha. Luhet minuta 83, një mundësi, shikoni, dalja e portierit Almuqa, i qetë, i pashqetësuar.
Niset Osmallari. Një top gjatë për Gudjufin. Shumë pranë këndore se arrin limite. Më pas kjo spërkat e Agejës, i cili e dërgon në riveni anësore me shumë mundësi. Shkojmë lëvizje sërish tek pankina skuadrës Turbinës, madje Ageja ka mbetur i shtrirë, shfaq qetësime. Është Arbana, i cili tashmë nuk ka asgjë serioze. Gudjufi, Osmallari provon hapësirën, vjen dhe krosimi fort që shkon drejt në fundore. Pra me se duket është kryer dhe zëvendësimi në fushë kemi Lamin, i cili ka marrë vendin e Dimitrit gjatë ekzekutimit të goditjes së këndit. Ka hyrë në fushë pra Lami. Contreras. Mund të nisët Partizani, është i shpejt Sterling, po heziton asistim Contreras, i cili e kalon tashmë tek Gjuzi. Provon të shfrytëzojë shpejtësinë në ndjes Sterling, por dalja e shpejtë e Toromanit, i cili jep qetësi edhe luan me thjeshtësi tek Ageja. Luhet minuta 85. Përveç Lamit bën gati dhe 2 zëvendësime të tjera. Shikojmë Kovacin dhe Ranxhën për të hyrë në fushën e lojës. Por Partizani provon një tjetër sulm. Sterling, Kazim, Mali, një top mjaft i bukur tek Sterling, le të shikojmë mundësinë, por nuk e arrin dot. Nuk arrin dot nga një angula Sterling. Kryen pra zëvendësimet në fushë, kemi pra Kovacin me numër 9. Është Lami numër 6 dhe me numër 7 Ranxha. Zëvendësime këto për të dhënë freski skuadrës e cila po e vuan prej shumë minutash pra skuadra Turbinës mungesën e freskisë. Partizani është shumë lart në këtë aspekt. Provohet një top drejt zonës ku ndodhet Matias. Osmallari ka ngacmimin e Amos, gjithmonë Osmallari e kalon te Gudjufi. Do të mbrojë me trup, e kalon pas te Kogomani. Njajeva. Malianuzi. Kazim, shikojmë një mundësi e mirë për Partizanin, niset Sterling, gjithmonë Sterling, Kazi. Contreras, 3-0 Partizani, e mbyllë gjithçka këtu miq. Një 3-0 të vullosur tashmë në minutën 86 sërish nga kolumbiani Contreras, i cili shënon golin e dytë në këtë play-out, në këtë play-off dhe të 7 personal për fanellën e Partizanit B. E festa e djemve tanë në këtë minutë mjaft të rëndësishme, po të gjithçka e mbyllur me Partizanin B që ka siguruar një vend drejt kategorisë së dytë. Mund ta them me plot bindje për atë që ka dhuruar kjo skuadër në këto 87 minuta, duke mos vendosur në diskutim në asnjë çast pra rezultatin e jo më kualifikimin. E vetmi mundësi e rast i krijuar pra ishte një moment pa kujdesie në mbrojtjen tonë, por edhe atëherë u treguaj saktë Almuça. 87 minuta, 3-0, gjithçka drejt përfundimit me skuadrën e Kalarit që bëhet gati të përgatisë tashmë për një sezon akoma më të fortë, por do të presim deri në fund, deri në përshkrimin e fundit të gjyqtarit Shahini për t'i dhënë përfundimin një sezoni të suksesshëm, një sezon i plot gola mbi të gjitha. Kemi shënuar shumë gola këtë sezon, pavarësisht se arritëm deri në këtë pikë. Teksa le të shikojmë këtë moment, teksa numri 9 kalonte parabol me pas ndërhyrje e Gjuzit vendimtare. Nuk e lejon golin le të themi e flamurit për skuadrën e Turbinës, e cila
provoi me anë të numrit të 9 Kovaci, bëri gjithçka mirë duke kaluar në një parabël e më pas goditja që ndërprer në limitet e vijës fatale nga Marcelo Gjuzi, që mund ta quajmë një hero për të mbajtur portën në këtë ditë të veçantë, në këtë finale, për ta mbajtur të paprekur me një rezultat të pastor, të padiskutuar. 3-0. Është Partizani që provon një herë. Mintongo, Contreras, kjo është e drejt për drejt të ndërhyrja e qëllimshme ndaj Contreras e Ituas, por gjyqtari ka lejuar avantazhin me Sterling që provon një herë në të njëjtën mënyrë ku erdhi goli i parë, goli i dytë ndjes edhe i treti bashk. Por këtë herë kuptohet gjithçka nga Toromani, i cili nxiton me shpejtësi në një zonë ku ndodhet Amos. Sërish kombinimi, por mbyhet nga Contreras, këtë herë do të tregon kujdesin lojtarët e Turbinës, por edhe Contreras që të tregojë qëtësi pasi është vendosur në qendër shënjesër me disa ndërhyrje, le të themi, në gjuhën e futbollit të pista, provokohet shumë në këto çaste, por janë minuta që duhet të ruajmë qëtësinë dhe të shkojmë të mbyllim festën pa tension dhe pa momente precedente të panevojshme në futboll. Është Mintongo. Kombinimi Kazim nuk preferon të rikthej topin tek Mintongo, por godet vetë duke e dërguar topin në goditje këndi tashmë, por Gudjufi ka mbetur i dëmtuar. 7 minut shkon numri goditje nga këndit. Gudjufi shfaq shqetësim. Është minuta e fundit. Jemi në minutën e fundit, të sezonit. Një sezon pra i gjatë, plot fitore, suksesi, vetmi le të themi moment ku duhet ta harrojmë ishte përballja e javës së parafundit, por tashmë nuk ka më vlerë. Skuadra e kuqe do të gëzoj këtë moment. E madje do kemi mundësi sërish për të përballur me le të themi rivalet e këtij komisioni grupit A në kategorinë e tretë. IGFA do të shihemi së shpejti në kategorinë e dytë. Por dukshëm qartë si Partizani ka një skuadër e cila do t'i ketë synimet shumë më të larta se çdo skuadër në grupin ku do të vendoset. Le të shikojmë të tentativë, mundësia sërish Gudjufi preferon shtyllën e dytë, por nuk shoqërohet, nuk digjet nga pjesë tjetër e skuadrës. E më pas Amos ka ngacmime Mintongos, ka shkaktuar faull, nuk ka më kohë, jemi në kategorinë e dytë përfundimisht në sezonin 2025-2026 do të startojmë zyrtarisht në një kategori më lartë, fal një pune të palodhshme drejtuese të klubit, por gjithashtu edhe djemve që kanë sakrifikuar prej më shumë se 17 javësh, pra duke na dhuruar këtë moment emocionues. Shpresojmë që të vazhdojmë të korrim të tjera suksese, jo vetëm në këtë kompeticion, por në të gjitha, duke filluar nga futbolli i moshave, skuadra femër, por mbi të gjitha tek skuadra e parë. Duke ju falendëruar që na keni ndjekur në këtë transmetim tu live nga Elbasan Arena, unë ju uroj një fundjavë të këndshëm. Shihemi, dëgjohemi në transmetime të tjera.